Shini, unë gjitha ato që i kam thënë për presidenten qëndrojnë, unë besoja se ajo do të vazhdoj të jetë presidente e Kosovës. Unë e them publikisht, atë që të kam thënë, ndonjëherë forca e madhe shndrohet në verbëri edhe të bën të gabosh. Unë mendoj se vetëvendosja gaboj që nuk e propozoj për president. Mirë po nga ana tjetër, të çohesh në mëngjes, ende pa i lajt syt, ende pa ardhmet, edhe ta japësh dekretin, ta shpësh kuvendin, kjo flet, me të vërtet flet që për sa i përket i natin një shqiptare klasik. Është momenti mëngjesi apo veprimi? Është edhe mëngjesi edhe çdo gjë është se prit një ditë, nuk do t'ike, parlamenti nuk do të shkoje në Tokyo, ti mos kesh kohë ta shpartallosh. Do me thonë, ajo vetë tregon që i ngutet që mos ndodhe diçka këto ndonjë kleçk të gjejnë të gjinden edhe ty të lanë pas dore. Do me thonë, kjo flet për diçka që unë si njeri kur se kam kuptuar, ndoshta pse s'më është dhënë mundësia ta kuptoj. Shivlla, ti mund t'jesh 10.000 herë presidente, po nëse interesi i Kosovës kërkon diçka tjetër, kërkon 3 ditë, ta mendosh punën mirë, bëne këtë. Bëne se ti edhe 10 mandate me qenë një ditë s'do t'jesh. A dini, atje ku shkojmë ne nuk vinë postet tona. Postet mbeten. Ne shkojmë në ato 2 metra që në takojmë. Edhe postet mbeten. E këtë të mos se kesh kuptuar. E të mbësh mu tashti, si thonë. Kjo nuk më shkon. Mirë po prap e them, që nga ana tjetër vetëvendosja, kur gjë nuk do e kushtonte, nëse do e propozonte, i ka votës, si ka mandej krejt tjetër. Edhe tjetër, edhe këtë them. Këtu opozita lujti mirë, s'parjerë, se kërkonte president